Doktor, sa mundet me qëndru një person i infektuar nga kjo sëmundje? Një person nga kjo sëmundje mundet me qenë infektuar tër jetën. Me pas tam prima infekcion, 1/3 e popullatës botës është me prima infekcion. E njeh bacilin e kohë, ka në kontakt me ta. Po ajo rreni fjetun, për shkak forcave imunitare të organizmit, ajo rreni fjetur do të thotë nuk zhvillon tuberkulozë aktive. Edhe pse nivel global, tuberkuloza është një problem shumë i madh shëndetësor, për shkak se tash kemi dikon rreth 10.8 deri 11 milion raste të reja që zhvillojnë sëmundje aktive, kurse kemi 1.250.000 raste që vdesin nga pasojat e tuberkulozit gjatë vitit. Si problem shëndetësor, tuberkuloza ka qenë gjithmonë, jo vetëm në vendin tonë, po të gjitha vendet e botës, edhe pse edhe shtetet perëndimore ku janë më të zhvilluara nuk ja kanë arrit me eradiku këtë sëmundje. Pra, për edhe shtetet skandinave, sado që kanë numër shumë të vogël të raste, po ende kanë raste me tuberkulozë. Mu edhe për këtë, gjithmonë, të gjitha shtetet, në nivel shtetënor, janë angazhu, sikurse edhe shteti jonë edhe Ministria e Shëndetësisë, bën mjaft punë edhe angazhohet për diagnostikim edhe mjekim edhe trajtim të mirëfill të kësaj sëmundje. Për ata edhe çdo shtet vetëm sa i përket tuberkulozës e ka posedon menaxherin kombëtar për tuberkulozë. Sikurse nuk kemi nga sëmundje për sëmundje tjera, për menaxher kombëtar për infarkt, menaxher kombëtar për diabet, po për tuberkulozë, po se është një problem shumë i madh shëndetësor që ka paraqitur gjithmonë gjatë etapave ndryshme të njerëzimit.